Alo. Përshëndetje, zoti Lutrim. Përshëndetje. Arben Ahmet, jam drejt për drejt nga Kanardier. Shpresoj që nuk po ju pengoj. Si isha në lidhje direkte me drejtorin Bekim Brestovci, edhe vazhdueshëm komuna që lë përgjegjëse PDK-n edhe përpjekjen politike të PDK-s për këtë bllokadën rreth pastrimit. E para, a është politike? E mirë kuptojmë faktin që fëmijët çajnë. Kur ju thasim kështu pa fare lajmërim, është krejtësisht njerëzore kjo dhe shpresoj që nuk po ju pengojnë dot se gjendeni në ambient familjar. A është politike kjo që apo ndodh me kompaninë pastrimi? A jeni të e bërë qëllimshëm? Arben, arsyetimet për veprime politike janë arsyetim të një dështimi të përparim Ramës edhe drejtorit në fjalë, Bekim Brestovci, për cilën nuk do të merren shumë se do të merret gjykata për shpifjet edhe manipulimet me opinion publik që është duke i ndërtu. Mësatësitë e tyne po shihen që një kohë gjatë dhe gjitha këto do të drejtohen. Tashmë do të vendoset edhe për çështje të rregullore se cila ka bërë rregullimin e kësaj çështje në menaxhim të mbeturinave, të cilën çdo ditë po shkel përparim Rama dhe drejtori në fjalë Bekim Brestovci. Gjithashtu për nguti për ta kanë qenë kontratat e negociume, një burimore që janë burim i krejt tyne të lasheve për shkak se tendenca për me manipulu edhe me tentu mi drejtu paratet aksaboguzëve të qytetarëve të persona të dyshimt që kanë konflikt interesi familjar dhe lidhje të afërta me përparim Ramën e Bekim Brestovcin janë arsye që kanë pru qytetin në një situatë jo të mirë. Gjitha këto do të definohen në një kohë shumë të shkurt dhe shumë shpejt. Është fatkeqësi që në 2025 po flasim për keq menaxhim me mbeturina, e për këta sigurisht që komuna është fajtore dhe sigurisht kompania duhet të marrë pjesën e vet të menaxhimit dhe të përgjegjësisë. Për këto shumë shpejt po besoj që me verdiktin e gjykatave do të definohet. Jemi në muajin e verës dhe kjo situatën tën të shkoj drejt rëndimit, po për cilën shumë shpejt edhe si kuvend do t'i ngrisim shqetësimet dhe ndihmën tonë që do t'i dalë kësaj situate. Se në harrova, në fakt pyes nëse ka përfunduar gjithë procedura për me këto kompanitë private, se nesër kam përshtypjen që do të jetë në SHP një prej shërtimeve rreth. Po tashmë dy kontrata në mesin e shumë milionave të kontratave të negociume që qeverisja përparim Ramës i ka bërë me operator privat, është edhe kjo, po për cilën do të flas më së miri, do të flasin gjykatat dhe do të flasin, po besoj, prokuria, që është një lajm i mirë që tashmë kanë filluar të merren edhe me këtë drejtim. Mirë, është marrë kjo vendimi, në fakt është nënshkruar kontrata 1.5 milion euro për mbeturinat sipërfaqësore, por ka nevojë edhe për një subvencionim për 300.000 euro që duhet ndodhë nëpërmjet asamblesë, mbledhjes së asamblesë, mënyrë që kompania pastrimit të heqet nga komuna aty dhe të vazhdoj punën. Do ta mbështesni ju në mbledhje të asamblesë dhe do ta mbështesni subvencionimin? Arben, ne jem të shmitar të 3 seancave ku vetë kryetari i komunës përparim Rama nuk ka qenë pjesë e tyne, ndërkohë del në opinion dhe shpërndan dezinformata se ka sabotim prej kuvendit. Kjo është qasja me cilën po i drejtohet ky kryetari i komunës qytetarëve të kryeqytetit. Dhe sa i përket subvencionimeve, ne jemi deklaruar që nuk subvencionojmë paga për ndërmarrje sepse ajo është e jashtëligjshme. Krejt çka duhet bëj komuna është i marrë përgjegjësitë e veta dhe t'i kthej obligimet që i ka ndaj operatorëve, në këtë rast ndërmarrjes. Pastrimi që nuk është ndërmarrja vetme që ka burgje komuna e Prishtinës. Ne në komunë është para një kolapsi ekonomik ku me vënim të buxhetit shumë operator privat tashmë janë drejtuar në përmbarues dhe vetëm vitin e kaluar 10 milion euro janë marrë nga komuna e Prishtinës që të gjitha janë taksat të qytetarëve. Dhe kjo është gjendja reale me financat e komunës, ku mund ta kuptoj deri diku se Rama dhe Brestovci mund të shlyejnë borxhet e tyre, por janë duke e futur komunën në borxhe dhe obligime të cilat do të jenë barë për vitin e ardhshëm dhe qeverisjen e ardhshme. Mirë, pyetje, do ta votoni këtë subvencionim sepse punëtorët janë keq, punëtorët janë në gjendje të rëndë. Pavarësisht gabimeve të mos pajtimeve politike, a mund të llogarisim në votën e PDK-s në asamble që t'ju jepen 300.000 euro këtyre njerëzve t'ju dalin rrogat? Kjo është më esenciale se sa.
Arben, jam shumë interesum me pa formën si me ndihmu qoftë punëtorët, qoftë komunën, po është vështirë të ndihmosh nga dy keq menaxher siç janë Rama dhe Brestovci, të cilët kanë kundërthënie në mendime dhe qëndrimet e tyre. Ne së pari duhet ta pranojmë një propozim të tillë, pastaj të ulemi dhe të mendojmë se cilat do të jenë hapat si asamblesë në kuvendin e kryeqytetit. Pse nuk ju ka ardhur ende propozimi? Ka qenë fakt subvencionimi në një pikë të rëndë të ditës. Subvencionimi, po unë e thash shumë herët, Arben, ka qenë subvencionimi ku vetë përparim Roma nuk ka qenë aty dhe kjo është sjellja dhe serioziteti i kësaj qeverisje. Mirë, do të duket që do të jetë po, patjetër, do t'ju liroj, të fala djalit apo vajzës. Faleminderit shumë. Mirupafshim, po shpresoj shumë shpejt jemi për tema edhe më të mira. Faleminderit. Besim me pamje të drejtë për